Përshëndetje të gjithëve, unë sot kam dal nga Kështjella e Ibizës. Edhe doja t'ju tregoja dhe juve, sepse këtu ka shumë njerëz, ka shumë dyqane, shumë gjëra të bukura. Dhe doja t'ju merrja dhe juve me vete. Unë kam veshur një fustan me rripa të bardhë dhe këtë këmishën, kam dhe këta vëzë që janë super. Edhe është shumë bardhë. Dhe po ju tregoj tani shiko sa bukur është këtu. Ky është një dyqan me mjalt, ja dhe bletët këtu që po e bëjnë mjaltin bio. Kishin dalë të parë. Çanta kashtë. Perfetto, perfetto. Ja edhe moda e këtyre. Gjëra leshi. Dal giro me vjerë. Qefin tonë. Jemi duke ngjitur Kështjellën. Kalan apo Kështjellë, ç'a quhet? Kështjellë. Edhe kam vënë kështu. Shko si shbërë si e lashtë me këta të hyrja. Ushtarët. Ja t'ju tregoj dhe juve. E lodra për çunin tim. Që mora Leilanu, në blu. Sa e bukur kjo që mund të bësh gjëra. Po. Të veçanta. Shumë. I ke vërtet se këtu janë to lokale vetë. Ku do shkojmë? Okej. Gjithë këta turista. Shko kam vënda atë figurën, domethënë, historinë që kam. Kjo këtu. Banderola. Se kështu quhen. Sa roba shesin këta. Pas ka kështu. Çokoladë Dubai, thot aty. Kadaif. Po fruta të thata që Kjo që në qeshi dhe kokos. Kjo është çokoladë të Dubait. po jo aty. E këtu pas ka makarona, djathë, prosciutto, sa të mira? Salam. Këto dhe mund t'i provojmë ne. Se i pas kam prerë, i kanë lënë gatë, po kanë marrë plura. Ja, Angelo, ke patate. Tofi. Sa të bukura i kam bërë. Shumë, ja, si këto deshe ti. Po. Lëpirësët. Wow, se gjikande. E të imagjino që unë doja një lëpirëse si kjo vetëm për të bërë një foto, por që e bërë tashmë se i gjeta. Këto të vjen gjynati hash. Bura me dritë.
Po bën një krep për mua. Nutella, çokoladë caliente. Sa I mafej, po si do haun ata? Do është dhe ti? Është shumë krep I madh. Unë e mora me Kinder. Bocadillo, luego si queréis, señora. Gracias. Our presentation, if you want there. Tani jemi duke ikur për në shtëpi. Sa po erdheve në shtëpi, u ndrova, por tani do heq edhe vakët. Edhe nuk e di çfarë të bëj. Por dita sot ishte shumë e bukur edhe unë nuk kënaqa shumë. Të mësoj pak spanjisht tani, se I kam lënë dhe librat gati këtu te balkoni. Edhe fletoren që shkruaj unë bashkë me stirlaps. Edhe të shohim se çfarë do gatojmë ndonjë gjë për në darkë, se drekën e hëngrëm. Pra shifemi në videot e tjera, ju puth për të gjithëve dhe shikim të këndshëm.